Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për gazetarët ka bërë thirrje për mobilizim masiv qytetar kundër qeverisë Rama. Ai u shpreh se shpresa e fundit e Shqipërisë janë qytetarët guximtar që do të vendosin të protestojnë deri në largimin e Edi Ramës nga pushteti. Sipas tij, 24 janari është një datë vendimtare për rrëzimin e asaj që ai e cilëson si regjim dhe organizatë kriminale që nuk njeh ligj, kushtetut apo standarde europiane. Por akshi është një monedhë me dy faqe. Në një anë është lindja e akshit, në anën tjetër është lindja e Surrelit. Dhe kjo e trondit Edi Ramën. Kjo e shkatron Edi Ramën. Ndaj dhe jam sot këtu për të bërë thirrje qytetarëve shqiptar. Shpresa e fundit e Shqipërisë janë ata guximtarë që do të vendosin të protestojnë gjerë largimin e Edi Ramës nga pushteti. 24 janari është një datë jashtëzakonisht e rëndësishme në përpjekjen për të rrëzuar këtë regjim, këtë organizatë kriminale që nuk je fastidij pushtetut as norm standard. Mbar shqiptarët, kudo që janë, njerëz të lirë në Europë dhe në botë, presin me 24 maj fjalën e kryengritjes paqësore. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ngriti akuza për skandalin e akshit gjatë konferencës së sotme për media. Ai e ka cilësuar situatën si dramatike dhe me jehon në të gjithë Europën. Sipas tij, nga akshi janë eksportuar të dhëna dhe sekrete të Shqipërisë dhe të NATO-s drejt organizatave kriminale dhe armiqve të aleancës, çka përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare, rajonale dhe ato europiane. Më tej gjatë konferencës, Berisha është pyetur nga gazetarët për ngjarjen e 21 janarit, ku shpreh se i ka thënë të gjitha dhe që është paraqitur dhe në prokurori për të dëshmuar për këtë ngjarje. Unë i kam thënë të gjitha me këtë ngjarje, kam shkuar dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më e dhunshme në historinë e vendit, e dokumentuar e faktuar, ishte protesta me agjendë politike, siç janë dokumentat ndërkombëtare, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Ramës se do të i kalohet kushtetuta e tjerë me radhë. Ishte protesta e bazuar, e thirrur, mbi bazë e falsifikimit të tmerrshëm, së bashku me Filip Çakullin, të një regjistrimi të bërë nga Dritan Prifti, Indjeri, ku flitej për një shkresë